Kthehemi shikues të nderuar për pjesën e dytë takimit ndërmjet Trepçës dhe Rahovecit. Ndeshje mjaft interesante në të dy çerrekët. Çereku I parë I takoi ekipit të Trepçës me rezultate 21-16, I dyti Rahovecit 14-20 dhe si rjedhoi pas 20 minutave lojë një përsi minimale e ekipit të Rahovecit 35-36. Topi I takon Musafirve, Bardh Rexha, pasi mi gabuar. Mundësia për Mitrovica si Payne për 3, Gjuan nuk shënon, Bardh Rexha arrin të shpëton në situatën. Aizea Umiping në kundër sulm. Pullian për Roshe. Roshe lufton aty me Kapitin, por Musafirët arrin të shënojnë pikët e para në këtë çerek të tretë. Payne. Amzil përsëri Payne. Tmushic për 3. Jo. Aizea Umiping. Shtyn topin para për Pullian dhe ka faul ndaj Aizea Umiping nga Adnan Aslanagic. Kjo është e falli nga Aslanagic, në faull profesional, nëse mund ta quajmë ashtu, për të ndaluar rrjedhën e lojës. Personali ati e parë. Pullian për Roshe. Përsëri Pullian. Pullian, e ngjeshur është ajo pjesë. Pullian kundër Payne, zgjedh topin. Gjuajtja për 3, PC. Jo, nuk shënon. Amzil. Udhëheq aksionin e radhës. Topi për Payne. Payne, Kapiti, Aslanagic, Amzil, kundër Rexhën, Amzil, Mustafa Amzil ndale me faul. Bardh Rexha shakton në personalin e tij të parë. Do të kemi 2 të lira për Mustafa Amzil. Amzil në këtë edicion deri më tani në mesatare ka shënuar pak mbi 10 pikë dhe 7 kërcime. Ndërkohë që në këtë takim kjo është pika e tij e parë. Shënon në të dytën. 37-38. Kentrell Pullian. Roshe me blok. Pullian tash ballafaqohet me Kapitin. Pullian lëshon, por ndale me faul nga Kapiti. Edhe në Kapiti me faulin e tij të tretë. Ne besoj që Adis Beçiragic do ta bëjë ndrimin e ndodhë ndrimi është Amzil dhe Kapiti. Brown dhe Hajrizi inkuadrojnë në lojë. Isak në gjuhën e parë është Pullian që në këtë shënim bën pikën e tij të 8. Ka edhe 2 kërcime dhe 4 asistime. Isak të në gjuhëtjen e dytë. 37-40, 3 pikë përsi për ekipin e Rahovecit 0-29. Aslanagic, diagonale për Payne, lëvizje bukur, buzëvija sfundore dhe Brown përcjell aksionin për të siguruar pikët e radhës të 39-ën më saktësisht. Peci Ardon driblingun, zje topën për Aizea Umiping, I cili shkon në duel kundër Payne dhe nuk shënon. Brown, Aslanagic, Tmushic, super pasim, zje topi për Brown, I cili nuk shënon nga pozita e cila I krijohet nga Drilon Hajrizi me atë pasim të jashtëzakonshëm, ja edhe një herë ka faul ndaj tij
Bardh Regja kishte zgjatur dorën. Ky i fundit bën faullin e tij të dytë, që sjell Chad Brown në vijën e të lirave, nuk shënon në të parën, mbetet në kuotën e 6 pikëve dhe 7 kërcime. Ka dhe një të lirë për të barazuar rezultatin. E bën ata. 40-40 ndruar shikues. Kentrell Pullian. Pullian nga një pozitë vështirë dhe Tmushic me mbrojtje fenomenale. Diagonala për Payne, arrije topi, drilon Airizi nga pozita vështirë aty, kontrollon situatën, kërkon krahun e tij të djathtë, mbyllën nga Leon Peci, nxjerrë topi për Tmushic, Asanagic. Fenomenal. E gjen hapësirë momentin, deportimi i tij ishte pa të lashë. 42-40 rikthehet përsia për ekipin e Trepçis. Isaiah Umiping. Umiping për 3. Nuk shënon. Airizi më i larti. Asanagic. Udhëheq aksionin nga mbrapa është Payne. Jo, nuk ishte mundësi për të kompletuar atë pasim. Asanagic për Brown. E time-out dhe të kërkoj Bujar Loci. 44-40, time-out i cili ka për qëllim të ndalet ky hav pozitiv i ekipit të minatorëve. 1 minutë pushim, rikthehemi pas pak. Çfarë bloku nga Brown për të mohuar Kentrell Pullian. Dhe njëherë pamje të ngadalësuara, 10 sekunda të mbetura. Isaiah Umiping për 3, shënon Isaiah Umiping, i cili bën pikën e tij të 11. 44-43. Asanagic. Payne. Airizi, Payne. Tmushic, Trilion Airizi për 3, shënon. 47-43. Airizi me pikën e tij të 8. 4 kërcime, 3 asistime. Peci. Pullian. Isaiah Umiping. Umiping për 3, jo nuk shkon. Kapi do bëj nga Rashe, mundësia e dytë, 14 sekonda të reja për Ravece. Isaiah Umiping, zirë topin për Pullian, i cili mbetet i pambuluar, nuk shënon. Dhe Payne është më i gjinshëm në atë situatë për të. Asanagic. Tmushic. Brown. Kërkon mbështetar, pasimi shkon për Asanagic. Nuk ishte në nivel të duhur. Tmushic në atë pjesë të lyer, me tabel ka fall dhe end one. Julian Roche
e bën fallën e tij të tretë. Ako që Mikaele Tmushic bën pikën e tij të 10. 5 kërcime, 10 pikë nga Mikaele. Visare Jupi inkuadrohet në lojën e vend të Elliot Pecit. Jupi kanë kaluar 8 sekonda e mbrojtja super e mirë nga Trepça apo pressingu që nuk lejoje ekipin e Rahovecit të kaloj gjysmën e fushës brenda 8 sekondave të lejuara. Brown, Alstanagic, Alstanagic për Drilon Arizin. Super aksion i udhëhequr nga Adnan Alstanagic për asistimin e tij të katërt. Apo që pika 10 e Drilon Arizit. 51-43 rikthehet e përsia prej 8 pikësh për Trepçën. Rosh She pa faul nga Brown. Brown me faulin e tij të parë. Ne do të kemë ndrim në lojë. Bardha Rexha rikthehet në vend të Rrugovës. Shënon në gjujtjen e parë. I saktë në gjujtjen e dytë. Pasë 1-45. Payne. Payne i dyfishuar, gjen Asanagic. Tmushic, lëvizje bukur, do t'hyn atë pjesë të lyer, nuk shënon. Disi arrin që të mos bën pik që s'ka bëri mirë, por e jo edhe finishin. Mikaele Tmushic. E topi megjithatë do t'i takoj ekipit të Trepçës. Apo? Po. Jo, ndryshohet vendimi i gjyqtarëve. Topi i takon ekipit të Rahovecit. Trepça vazhdon me pressing gjatë tërë fushës. Apo jo, është vetëm pressingu i pjesërishëm. Umiping. Roshe me blok. Isaiah Umiping. Kërkon korridor tjetër. Pullian, diagonale. Topi arrin tek Visare Jupi, i cili dale me faul. Mikaele Tmushic shkakton faulin e tij të parë. Edhe një herë. Apo me të nga dalësuara. Depërtimi nga Visare Jupi që ndale në mënyrë të paliuar nga Mikaele Tmushic. Do të rishikohet këj moment edhe një herë. Edhe gjyqtarët do të vinë përsëri në tabelën zyrtare për të rishikuar momentin.
Topi është prekur në proces të lëshimit nga Visare Jupi dhe pikët pranohen. Kjo do t'jetë and one. Ky vendim nuk i pëlqen kryetarënerit të Trepçës, Adis Beçiragić. Gjyqtarët pas rishikimit. Kampanje prekje të lehtë nga Brown, të cila sjell pikën e 47 ekipit të Ravecit. Brown në tjetër për ta shkundur apo shkputur atë rreth. Asistimi nga Arslan Langić. Me shumë lehtë ishte ajo ngulitje. Me të drejtë. 53-47. Aizea Umiping. Umiping për 3. Aizea Umiping. Shënon mbi duart e Payne. Umiping me 14 pikë dhe vetëm 3 përsia. Hajriza mund të kundërpërgjigjet, po si jo. Drilon Hajrizi. Rikthehen në përsim për +6. 2 minuta e 46 sekonda deri në fund të çelekut të tretë, përsia +6 për ekipin e Trepçës. Pullian. Alzan në atop në atë pjesë të lyrë, ka mbetur i ngujuar, nxjerr topin përpara të Rexhen, i cili nuk shënon, aty janë ndihma nga Roshe, asaj nuk mund të bëj më mirë. Tashmë Mikaelet Mushic për Adnan Arslanagić, drilon Hajrizi në kundërshtim për Brown. 58-50, time out. Kërkon banka e Ravecit 0-29. Umiping. Ja shohim Koshashënusit me efikas të dy ekipeve, Brown me 13 pikë, Umiping me 14, në anën tjetër. Nuk ka pikë nga kujtim Ujkani. Visare Jupi me faul. Urtim me 2 të lira. Arslanagić shënon në gjyrin e parë, kjo është pika ti e 4. Ka një kërcim dhe 6 asistime, është asistuesi më efikas tek ekipi Trepçës. Pas ka Payne. 60-50. +10 Trepça. Umiping për 3, është i sakt. Aizea Umiping. Për pikën e tij të 17 që e bën atë Koshashënusin më të mirë në këtë takim. 15 ka Payne, i cili edhe është me posedim të topit. Payne është i shkurt. Pullian. Kundër Mushic, Roshe. Pullian për 3.
Pullian shënon 2-3 Ravazi nga Raoveci e rikthen në lojë e ekipin Musafir. 60-56. Tmushic. Mikaela Tmushic, Ujkani, tenton të ndalë depërtimin e tij. Mikaela Tmushic sa bukur aty me ato lëvizje pivote, por nuk bën pik. Pullian në tjetër, Pullian me tabelë, është i sakt. As të 8-60 është çudi se nuk ka time-out nga ekipi Trepçës, që nga time-out i fundit kërkuar nga Bujar Loci, Raveci ka shënuar 8 pikë, 2 treshe dhe 1 kët dyshe. Astanagic i shkurt është. Adnan Astanagic. Isaiah Umiping për 3 dhe rikthyer përsin ekipit të Ravecit. 60-61. Një fast merësisht të dobët e ekipit të Trepçës. Kampion aktual. Një ndër ekipet më të mirë në këto 4-5 vitet të fundit në Kosovë, pa dyshim. Por duhet pranuar Trepça e këtij edicioni është në ndërtim të sipër. Tuna do të inkuadrohet në lojë në vend të Mikaelit Tmushic. 2 gjuajtje të lira për Drilon Harizi. Shëndetari i cili është mjaft i mirë sa i përket përqindjeve nga vija e të lirave. Përqindjet të lartë mbi 85%. Dhe në këtë edicion, në këtë vizitë shënon të dyjat për gjatë 2-61. Sekondat e fundit i takojnë ekipit të Raovecit. Kentrell Pullian, përkon blokun nga Roshe. Pullian shkon vetë deri në fund, nuk shënon. Adnan Arslanagic. E bukur, e saktë efikase Adnan Arslanagic me këtë treshe nga gjyshma fushës. Për 65-61. Do ta shohim edhe një këtë, ndërkohë që ju lëmë këto pamje të nderuar shikues, rikthehemi pas pak për 10 minutë në fundit. Kemi shikuar se ndruar për çerepën e fundit, një ndeshje jashtëzakonisht interesante. Ditur që do të jetë e ngushtë, për jo kaq një rezistencë super e mirë nga lojtarët e Raovecit. Por
Trepça ka kualitet në radhët e tyre. Për mos të mohuar natyrisht kualitetin e lojtarëve të Ravese që kanë bërë një punë të mrekullueshme për ta bërë këtë takim interesant. Adnan Arslanagic. Hajrizi Arslanagic. Hajrizi kërkon topin atë pjesë ku luan shpinë me shpinë. Tuna. Arslanagic, Hajrizi për 3, është i saktë, drillon Hajrizi. Qetëson radhët dhe stabilizon gjërat me rezultat 70 me 61. Vem super i miri që revojt e 4 për Trepçe me këtë Treshe dhe është Umi Ping i cili e humb topi duke bërë hapat. Arslanagic me tabel. Sa i pa fat kësaj radhe ishte Adnan Arslanagic. Pullian, faul nga Drillon Hajrizi që kom faul me ti të tretë. Umi Ping arrin të lirohet nga topi. Risare Jupi kundër Tunës. Risare Jupi, Gjuan nuk shënan, kapi topi nga barë të reqa, luft me top me Brown dhe me këmb, Adnan Arslanagic për Tuna e tashmë Payne. Kthen topi mbrava për Drillon Hajrizi. Brown, të shkojmë edhe për një gjuajtje e cila ishte prekur tabela dhe kjo si pas rregullave do të pranohen pikët. Ja, shohim edhe një asistime nga Drillon Hajrizi që e veçan atë gjithmonë sy hapur në momentin kur nuk mund të përfundon aksionin, kërkon bashkëtar të lirë. E topi gabuar nga Weeks. E kjo tjetë pikët e leta. Pikët pranohen për sëri. është prekur rrethi apo tavolina, tabela. Dhe është Batin Tuna i cili bën pikët e tij të para. Ndërkohë që Aizea Umi Ping dhe Pullian ka mbetur të shtrirë pas kësaj përplasje me konstruktin e koshit dhe shpresojmë që gjithçka do të jetë në rregull me Pullian. Ja, shohim edhe një 2 minuta 5 sekonda në çerekun e 4 dhe kaq kohë i u desht ekipit të Trepçës për ta krijuar këtë përsinë tashmë që është plus 13. Momente të veçanta. Umi Ping. Ejupi. Kapik. Nga Jones. Dhe Adnan Arslanagic. Shpërthen në depërtim për një 2 hapsh. Pike pranohen dhe do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Është kjo pika e 10 e Adnan Arslanagic, që e bënë një ndër 3 lojtarët me kontribut 2 shifror. Kështë shënuesi më efikas në ekipin e Trepçës është Drillon Hajrizi me 18 pik, 15 ka Payne. Hajrizi me një tjetër kërcim
që tash me bën kërcimin e tij të 6, po aq asistime. Tuna për Arstanagic. Payne. Kapiti nuk arrin të bën pranimin e topit. Faull në sulm nga Dardan Kapiti, personale e tij e 4 dhe ka ndrim. Isare Upi do të largohet nga loja dhe në vend të tij do t'i inkuadrohet lojtari me numër 11, Hadis Dërguti. Umiping. Ujkani. Gjuan nuk shënon, kap topin për sëriaj, lufton për të së paku, rëmuj, gjyqtar lejon që të vazhdon loja. Brown është atje me top, asaj nuk arrin të kontrollon. Roche për Umiping, jo, nuk shkon. Jupi, asaj nuk bën pik dhe topi ende do t'jetë në pronë të Raovecit. Çfarë lufte nga të dy palët, duhet pranuar. Nuk kursejnë asgjë. Dhe ka time out kërkuar nga kryetaneri i ekipit të Raovecit 0-29, Bujar Ljoci. Umiping. Kani vetëm e prek ato. Pasimi vështirë nga Isaiah Umiping. Payne për Drilon Hajrizin. Hajrizi lyp kontaktin, nuk ka nevojë për kontakt, do të shkojë vetë deri në fund. Drilon Hajrizi. Pika tij e 20. Jashtëzakonshëm. Nëse pati një fillim të ngadalshëm në çerrekun e parë, por e kompenzon atë me lojë super të mirë në të tre çerrekët të tjerë. Adnan Arstanagic. Hajrizi për 3, jo nuk do t'hy kjo, por i bie topi përsëri aty. As këtë nuk është shunon. E çuditshme. Por i ndodh edhe më të mirët. Ujkani në anën tjetër me një kundërsulm solo coast to coast për pikën e 65. 5 minuta gjysmë lojë deri në fund të këtij takimi plus 13 është Trepça. Dhe nuk çudit nëse e ulin intensitetin e lojës. Dhe të shkojmë një aksione të gjata dhe të sigurta. Hajrizi, faul, do të ketë dy të lira, Drilon Hajrizi, për të akumuluar edhe më tej pik. Dhe më tani me kvotën e 20 pikve, Drilon Hajrizi do tjetë hera e tretë që vjen në vijën e të lirave, është 100%, 4-4 për Hajrizin.
Nuk shanon, nuk gabon as kësaj radhe. 6-6 nga vija të lirave dhe 22 pik në total për Drilon Hajrizin. Plus 15 dhe është më për mos të theme e pa mundë, por një mal shumë i madhë për të ka përcyer për musafirët. Ujkani me këtë super lëvizje shënon në pikën e tij të 4, do të ketë një gjuajtje të lirë. Bën sikur se do të pasoj për bashkëtar, por e përfundon dhe deri në fund. Kontribon edhe me këtë gjuajtje të lirë, pika 5 për kujtim Ujkanin. Hajrizi për 3, Drilon Hajrizi. 8-3 me 6-8. Hajrizi duke ndjekur 30 pikshin, 25 ka për momentin. Pullian, Ujkani, nuk shënon. Përsëri Adnan Arslanagic. Brown. Payne. Arslanagic për 3. Ka lëshuar dorën lojtarët e Trepçës dhe kampionët aktual. Gjithçka është duke ecur për shtatin e tyre. Por kam punuar për këtë situatë. Në anën tjetër ka pika dhe për Hadiz Durguti, pikën e tij të para. Treshja 85, 86, 71. Arslanagic. Hajrizi mbetën i pambuluar, kësaj radhe nuk shënon. Pullian është më i lartë në mesin e 3 lojtarëve të Trepçës, dalën me faul. Isaiah Umiping. Është në driblingun, nuk shë asnjë bashkëtar të përshtatshëm për pasim. Ndoshta tani për një tjetër tresh, nuk shkon kapet u pika. Pjesërisht nga ishte Ujkani, por Payne bën pikë në anën tjetër. E përsëri, Trepça, shtyhet mbi para për Brown, kemi golitje? Jo, por pasimi shkon për Patintuna, i cili nuk arrin të kontrollon topin. Ndonë se pasimi nuk ishte i mirë. Faul 2 të lira për Smushis largohet. Është Patintuna i cili lëshon vend për të. Dy të lira për Kendrell Pullian. Pullian i cili në këtë shënim bën pikën e tij të 15, 4 kërcime, 4 asistime, është koshashënuesi i dytë më efikas pas Isaiah Umiping i cili ka 20. Por pak rëndësi kanë këto pikë të shënuar. 2 minuta 50 sekonda do t'jetë në mrekulli nëse ndodhë ndryshe pos një fitores ekipi i Trepçës, që për herë të parë në këtë edicion bën 2 fitore radhazi. Kujtojmë edhe një herë Trepça vjen në këtë gjiro të 6 pas fitores ndaj Yllit. Por ka humbur nga Peja dhe nga Bashkimi. Pullian. Dyshon vendimin gjyqtari Dren Pudarolli. Topi me gjithat i takon ekipit
Rahovecit si duket. Venis Haliti inkuadrohet në lojë për Trepçën, i riu e pak më shumë se 2 minuta po në vend të Drilon Hajrizit. Payne, Haliti nuk shënon. Keeps Payne. Adnan Arslanagic që të cënë lojën. Topi për Dardan Kapitin, i cili nuk arrin të bën pik në atë pjesë të lidhur. Isaiah Omeping. Një tjetër gjuajtje për 3, është e sakt. Treshja e dytë për Hadis Durgutin. Ka 3 tendime 2 të sakta. Payne, Arslanagic, 1 minutë 20 deri në fund. Venis Haliti, jo. Është Durguti që tenton të bën blok për Payne, gjuan për 3. Payne është i shkurt. Mikani për Isaiah Omeping. Omeping për 3, nuk shënon. Dhe luftë e mirë në sulm atje nga Hadis Durguti për të mbajtur posedimin e topit. 14 sekonda të reja për ekipin e Rahovecit. Tjetër lojtar i ri do të inkuadrohet në lojë, Anes Goshi, lojtar me numër 0, do të hyjë në lojë në vend të Mikailit Mushic. Wikani. Pra Isaiah Omeping. Keeps. 90 me 78. Goshi. Shtitopin për Adnan Arslanagic. Gabim në mbrojtje, Pullian. Gjuan nuk shënon. Dhe Payne kontrollon topin. Arslanagic për Gjakovi Payne. Pasimi çuditshëm nga Kapiti, Haliti Gjuan, shënon. Venis Haliti hyn në listën e kosha shënuesve. E ja ku jemi. 92-78 është rezultati përfundimtar i këtij takimi, në fitore plotësisht e merituar e ekipit të Trepçës, por e kanë futur vetën në siklet, por Treçerek ky i fundit ishte superior. Pa. Të nderuar shikues, do të shkputemi nga ky transmetim i drejt për drejt, por do të rikthehemi pas pak pasi që do të kemi intervistat e të dy trajnerëve.
Përshëndetje shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e minatorit me neve është kryetarënia e ekipit të Ravecit 029 Bujar Loci. Bujar një lojë shumë interesante për pjesën ndërmuese të lojës, sidomos keni qenë balancuar me rezultat me lojë me të gjitha. Keni shpërthyer në fund të çerekut të tretë, ku i shënuat 2-3 edhe një 2 afrut me rezultat ka lutë shumë afër, por çereku i fundit ke dallimit që e bëri këtë rezultat. Edhe tham drejtën, rezultati përfundimtar nuk ka reflektimi i asaj ç'a ndodhi në lojë për pjesë më të madhe të lojës. Ku ke ç'a ta mërmenje, ku ke problemi më? Po problemi kryesor është kvaliteti. Kur vjen shprehje në minutat e fundit, pjesa e 4 gjithmonë është kvaliteti i lojtarëve. Dihet që ekipi Trepçës është ekip serioz, ekip të cilët në rol të veta ka lojtarë jashtëzakonisht kualitative, ka stafin teknik që jashtëzakonisht kualitativ dhe mendoj që lojtarët e Ravecit kanë jep ato që kanë pasur dhe që kanë mujt. Mendoj që mbi këtë nuk mundem me shku më shumë se kjo. Po marrë parasysh që rezultati, si që thatë dhe ju, nuk reflekton ato që ka ndodhur në teren, mirë po kjo është kvalitetit të cilin ne e posedojmë, mundohem që qa kena lejtarë të nëziri më së miri për e i lejtarëve tonë, mirë po duhet të pranojmë që Trepça ka ekip më kvalitative dhe ka shenuar një fitore të merituar sonte. Sinqerisht, na një jemi moti. Është hera dytë kur s'kom arrit me ta urru pozitën e kryetarënerit të ekipit Ravecit. Krahasimi i dy ekipeve, ai më pashëm që ki pas para 2 vite dhe tash, sa është dallimi? Po dallimi, dallimi kvalitet, më kvalitativ, mirë po dhe liga është më kvalitative, do me thonë që aty balancimin mes aty e soj ligë e cile ka qenë më herët dhe tash, do me thonë që ai kvalitet standardi o ngrit dhe për atë arsye dhe ne nuk po mundem që të tregojmë ato që kena tregu para 2 viteve. Për shembull, me mujt me zgjedh, 1 apo 2 lojtarë, çfarë profilit lojtarëve ti kishe pas nevojë për këtë ekip dhe plan programin tonë që e ki? Pozite numër 1 dhe pozite numër 3. Këto janë 2 pozitat të cilat neve na mungojmë, po mendoj për lojtar kvalitativ. Mirë po gëzëm fakti që lojtarët të cilët janë për Ravecit po tregojnë lojën të mirë, sonte pam një djalë të ri i cili mendoj që ka më bë lojtar i mirë nëse vazhdon të punoj. Kështu që edhe ajo është një ndër arsyet pse jena në Ravec. Bujar, faleminderit shumë. Dëshiroj çdo të mirë dhe fat në ndeshjet e radhës. Faleminderit edhe juve dhe në urime klubit basketbollit Trepça për këtë. Faleminderit. Natën e mirë. Kalosh mirë. Natën e mirë. Ky është kryetarëneri i ekipit të Ravecit 029 të nderuar shikues dhe me fjalët e veta shpjegoi se si e pa këtë lojë. Ju kërkoj pak durim dhe besoj që shumë shpejt do të jem edhe me kryetarënerin e ekipit të Trepçës, Adis Beqiragić.
Rikthehemi shikues të nderuar, jemi përsëri në sallën e minatorit. Me neve është kryetari i ekipit të Mitrovicës, Adis Bećiragić. Coach, first of all, congratulations on a win. For the first time in this season, you have 2 wins in a row, which is okay, another success. But I need to say, we only saw Trepça in the fourth quarter, as we remember for the last few years. And I mean, how can you expand this form of a fourth quarter to the other parts? First, you had actually 2 different quarters, 2 different halves. The thing is that the first half we got 13 turnovers. You can't play basketball with 13. And second half you got 3 turnovers. On the end, we were -1 in the first half. On the end, we finished with +15 or something like that. So you can't play basketball without 13 turnovers. So there is no easy points. You can't make a difference. Even if we try to play good defense, we couldn't give us, chance for easy points. That's the first. The question mark is why we got the first half that much. And I believe that we had for the long times always 3-4 players that we are missing, and we are pushing always the same players to play 30-35 minutes. And on the end, they are humans. Their focus goes down, and I was expecting that, but not that much. So that was the reason. Too much. Very interesting. This will follow my second question. Yes. Is this form a trend in the carrying from the different games? Is this similar, or is it just because maybe you underestimated the No, we did not. We don't underestimate. My players are not like that, for sure. So it's a problem which it was timing. After sometimes that we are playing Wednesday, Saturday, tough games with the 60% of the roster. So you have always pressure on the same. We have always pressure on Arslanagić, pressure on Jackery. We have a pressure on Drilon. So after sometimes, or Mustafa, we rotate 6-7 players instead that we rotate 10 players, as we imagine it. So those players, after sometimes they are not robots. Their psychology and physically they will lose their focus. And it was tonight. Inshallah, we go tomorrow, or day after tomorrow, we go in Poland, so we hope we be better. But I know you always work in progress with your team. Always need to go and further. Inshallah. So what we wish as all the people who love the basketball is that you get the shape to Trepça to the point where we can see a wonderful season with all the Peja and Bashkimi, we have to say they're in a good shape. Great. They are great shape. Thank you very much. Congratulations on the win and all the best in Poland. Thank you very much. My dear friend. Meet you again. Have a nice evening. Thank you. Bye-bye. Sorry for late. Absolutely. No worries. Ky është kryetari i ekipit të Trepçës, Adis Bećiragić, që natyrisht gjithmonë i disponuar për bisedë. Së pari ja uruan për fitoren dhe në pyetjen e dytë se çka në fakt Trepça, të cilën ne njohim ishte vetëm në çerekun e fundit dhe e adresoi këtë problem duke i shfaqur disa probleme siç janë lodhja e lojtarëve dhe intensiteti i lojëve që i kanë pas deri më tani. Ndërkohë që në pyetjen e tretë duke pyetur a është kjo jo formë mirë e Trepçës si trend apo ishte vetëm nënçmimi i ekipit të Ravicit? Përgjigjja e tij ishte se jo, nuk ishte nënçmimi i Trepçës, se nuk e nënçmim asnjë ekip. Dhe në pyetjen e fundit se shpresojmë që Trepça të arrijë në një nivel dhe formë të mirë që të jetë konkurrent në ligën e Kosovës ashtu siç ka qenë edhe viteve të fundit, ky tha, po shpresojmë se po. Të nderuar shikues, kjo është e tëra nga ne, nga Minatori, ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme dhe mirupafshim në transmetimet tona të radhës.